Vedat Muriqi ka hyrë në historinë e Majorkës për ta tejkaluar rekordin e gola shënuesit më të mirë të klubit në La Liga, që e mbante Samuel Eto'o. Me 2 golat ndaj Rayo Vallecanos, Muriqi shkoi në shifrën e 55 golave, një më shumë se Eto'o, teksa pas ndeshjes shqiptari i Kosovës ka shkuar menjëherë në muzeun e klubit spanjoll. Majorka ka shpërndar një video të Muriqit, i cili i vendos këpucët në muzet klubit. Këpucët historike shkojnë direkt në muzeun e Majorkës, shkroi ndër të tjera klubi. Ndërkohë Muriqi tani do të provojë ta mposhtë Kylian Mbappén për këpucën e artë në La Liga, pasi ka 21 gola, 2 më pak se francezi. Gazeta më e madhe spanjolle Marca ka shkruar sërish për Vedat Muriqin, duke e cilësuar si mbreti pirat që e ka për objektiv ta mbrojë ishullin, pra Mallorcan, nga rënja prej La Ligas. Vedat Muriqi u bë golashnuesi më i mirë në historitë Mallorcës për kampionatin spanjoll, duke tejkaluar Samuel Eto'o, kurse tani ka për synim që të luftojë me Kylian Mbappén e Real Madridit për Pichichi, ose thëndryshe këpuca e artë në Spanjë. Marca ka bërë një poem të bukur për yllin e Kosovës, duke ju treguar të gjithëve për punën e jashtëzakonshme që po bën me shpresën për ta mbajtur Mallorcën në elitën e futbollit spanjoll. Mbreti pirat kishte lexuar gjatë javës se një anije piratësh po i afrohej ishullit të tij me synimin për t'i grabitur 3 pikët. Por mbreti pirat mbron me fanatizëm territorin e tij, qoftë ai oqean, pishin apo edhe një kovë me ujë. Vedat Muriqi zmbrapsi sulmin me një paraqitje të denjë për poema epike në Mallorca. Me 2 golat e tij, ai kalon Samuel Eto'o si golashnuesi më i mirë në historinë e klubit në La Liga dhe tani ndodhet vetëm 2 gola pas Kylian Mbappén në garën për Pichichi, shkruan fillimisht gazeta spanjolle. Pastaj, Marca zbulon superfuqitë e Vedat Muriqit, që gjithnjë gjendet në vendin e duhur kur i nevojitet klubit. Muriqi tregoi 2 nga superfuqitë e tij për të zhbllokuar ndeshjen. Ai gjithmonë e di saktësisht ku do të përfundojë topi në zonë dhe ka aftësinë të humbas mbrojtësin në momentin që ai pulit syt. Samu Costa devijoi një goditje këndi në shtyllën e parë dhe në të dytën, ndërsa Mendy shikonte i shqetësuar se e kishte humbur nga syt, Vedati ishte gati ta shtynte topin në rrjet. Dhe ndërsa tabela elektronike shfaqte faktin se ai kishte barazuar rekordin e Eto'os në La Liga, Muriqi sikur i dërgoi një mesazh atij që merrej me tabelën, sepse kjo ishte një ditë për diçka më shumë. Mallorca organizoi një kundërsulm, Luvumbo harkoi bukur dhe Muriqi e preku topin për të mposhtur sërish Cardenasin, duke çuar shifrat në 55 gola në La Liga, 21 vetëm këtë sezon. Ndërkohë, Muriqi do provojë të arrisë numrin e golave në La Liga në përballjen e ardhshme ndaj Valencias.